pranuara. Video 44 regjia. Video numër 24. Dërsa ne ballafaqohemi këtu me njerëz totalisht ignorant, që thirrën në institucione ignorant, sepse e pat vetë në çka thirret drejtoresha e IKMM-s. Domethënë ajo nuk e din cila është detyra e vet. Domethënë ajo thirret, thotë e ndalon një projekt, duke u bazuar në një projekt që do të vinë të ardhmen. Ajo nuk e din, për shembull, më thon lexo detyrën tënde, kush je ti, për çka thirrësh, edhe për çka duhesh me u përgjigj. Domethënë janë gjëra abstrakte që tash nuk kam asnjë dyshim që ka presionin për ministrit. Domethënë ajo po thoni që në kryet krejt kësaj është ministri? Po ajo duket, domethënë ju nxirrni vetë duket faktike ajo çështje, sepse ministri del edhe ajo thirret në gjëra të cilat ministri thirret. Jeni të mbajt krahun dhe keni urdhra drejt për drejt nga ministri, sipas përparim Ramës, që të bllokoni kryeqytetin. Jo, asnjëherë normal nuk kena urdhra drejt për drejt, as nuk kemi pas edhe më herët urdhra. Nuk është që na i rrim mas urdrave të ministrit, mirë po ministri, siç e tha dhe kolegu, i pranon, me thonë, raportet tona edhe punën tonë ministri e përcjellin instanca tjera, dhe në këtë rast, unë e them se kryetari këtu pakës e pat një revolt pikërisht ndaj meje dhe nuk jam vetëm unë si drejtoresh, është një komision profesional që e shqyrton çdo lanë të jo vetëm të komunës, po krejt lanë që kanë ndërhyrje në asete trashëgimisë edhe në zonat mbrojtëse në këtë rast edhe mbrana qendrës historike të Prishtinës. Po vetëm se pretendimet të tjera që në takime, në momentin kur i ballafaqoni argumentet, gjithçka është në rregull. Domethënë, ju pajtoheni me gjitha pretendimet e komunës Prishtinës në takime. Video 29 regjia. Takoni me qëtat të Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, apo kërkoni pëlqem, çka po ju thonë se si po nesni po i qesin shëritat? Këtu desha dhe dalë, po mundova me dhonë edhe disa shembujve që unisët prej shembujve botëror. Ne kemi pas takime me ta, dhe me thonë drejtën ne kemi kryuar përshtypje se po kuptohemi sepse të gjithë po flasim për të njëjtën gjë dhe kundërshtimet për anës tyre në kuptimin e argumentimeve nuk ka qenë pothuajse asnjë. Të gjitha këto që kemi diskutuar bile edhe në këtë plan, se duke i krahasuar me ndërhyrjet në për vendet botës, sepse sot e mira e kohës që jetojmë është që secili e di se çka ndodh gjithkund dhe nuk është që ne në kuptimin e argumentimeve prej palës Institutit për mbrojtjes monumenteve kemi pas kundërshtimet e natyrës që nuk mund të ecim tutje. Mirë po e keq është që kur marrim vendimet në formë të shkruar, është e kundërta asaj që ne flasim dhe kjo është ai shqetësimi jonë. Po, kam për takimet më ta. Në ndërkohë kam vetë dhe Merita ende pa e marrë fjalën. Pra, diçka tjetër thuhet dhe nuk qohet në drejtim të asaj që do të bllokohen punimet, po kur po vinë vendimet e shkrume, po ndodh diçka tjetër. Ermal, jo vetëm komuna. Pra, sipas tyne, dikush tjetër po vjen me një shkop magjik, po i prek letrat e juaja edhe. Asnjëherë, jo. Në këtë rast komuna është veç prezantuesi i projektit. Më thënë, komuna e prezanton projektin. Na informojmë dhe na vendime nuk marrim para komunës. Jo, po, normalisht ju i ngritni shqetësimet në raport me këto. Këta ju japin sqarimet. Pse, sipas tyre, nuk bie në kundërshtim me rregulloret dhe objektet e trashëgimisë kulturore. Prandaj, në momentin aty, pse diçka tjetër thuhet, e diçka tjetër ju japet si vendim në letër. Jo, aty ndëgjohet, mas pari prezentohet. Ata me gjuhën e vete krejt janë profesionista, po besoj që edhe të komunës janë nivel i lartë, edhe prezentohet projekti, shkëmbehen, të me thonë mendimet, mirë po verdikti final nuk jepet aty. Dhe në këtë rast, përgjigja IKMM-s, Komisioni Profesional Shqyrtuese, ka jep një përgjigje shumë profesionale, lidhur me krejt prezentimin. Thuhet që jeni thirrë në draft dokumente, në dokumentet pa miratuara. I referoni dokumenteve të cilat janë në draftim e sipër.